Nxënësit e gjimnazit Petro Nini luarasin në Ersek përmes një video artistike dhe personazheve historike kanë sjellë në rrugët e qytetit të Ersekës ngjarjen më të madhe të kombit ton. Me kreativitetin emocional dhe krenaria ata na rikthyen në vitin 1912 duke na kujtuar sakrificën dhe rrugën drejt lirisë. Jam këtu për të kujtuar se liria ruhet e fitohet me guxim, unitet dhe dashuri për atleun. Rroft Arbëria. Me penën time, kam thirrur, o moj Shqipëri, e bekuar qoft dita jote, dhe kjo thirrje do të mbesë për jetë në zemrat tonë. E ardhmja ndërtohet në shkollë. Në duart tuaja është e ardhmja dhe zhvillimi i Shqipërisë. Besoj fort se kombi përparon kur djem dhe vajzat mësojnë njësoj. Arsimi është themeli i Shqipërisë së të ardhmes. Fjala ime është e qartë. Mbajeni gjuhën kombëtare si pasurinë më të shtrenjtë të kombit. Besimi im ka qenë i qartë. Një komb ngrihet me dije, drejtësi dhe punë. Ndaj ta duam Shqipërinë, me mendje, me zemër, me shpirt. Ngrijeni Shqipërinë, me dije, kulturë dhe punë të ndershme, se vetëm kështu kombi rritet. Kam thënë dikur, Shqipëria ka me fitue. Sot i them brezit tuaj. Fiton ai që beson, që lufton dhe që ruan dinjitetin shqiptar. Çdo fije e Shqipës është e shenjtë. Mbajeni lart flamurin ton, ashtu siç e mbajta unë atë ditë historike. Ai flamur që u valvit atë ditë, nuk ishte vetëm simbol, por ishte një premtim se ky komb do të ecë përpara. Prandaj, duajeni flamurin, respektoni sakrificat dhe mbani gjallë Shqipërinë.